Bashkimi Evropian shpesh është kritikuar për trajtim jo të barabartë të Kosovës karshi Serbisë. Madje së fundmi, presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, në samitin e mbajtur në Tiranë, në prani të liderëve evropian, kërkoi që të largohen masat e vendosura ndaj Kosovës nga Bashkimi Evropian. Kësaj presidentja e përmendi edhe vizitën e Vučićit në Moskë. Ajo u shpreh se ndonë se Kosova është e linjëzuar me politikën e jashtme dhe atë të sigurisë së Bashkimit Evropian, sërish po përkrahen vende të cilat shkojnë dhe falen në Moskë. E në lidhje me këtë qasje të BE-s ndaj Kosovës dhe Serbisë, foli avokati serb Čedomir Stojković. Së pari ai mbështeti kritikat që presidenti Osmani bëri nga Tirana, derisa tha se BE nuk po e trajton në mënyrë të drejtë Kosovën, madje po e shpërfill edhe faktet që lidhen me historinë e saj. Unë besoj se zonja Osmani për fat të keq ka plotësisht të drejtë. Bashkimi Evropian jo vetëm që nuk arrin të trajtojë Kosovën në mënyrë të barabartë me shtetet e tjera të Ballkanit Perëndimor, por gjithashtu shpërfill faktet që lidhen me historinë e Kosovës dhe kontekstin e saj shumë specifik. Kosova është shteti më i ri i Europës, e krijuar nga qytetarët, të drejtat e të cilëve u shtypën për dekada të tëra në Jugosllavi. Si rezultat, shqiptarëve në Kosovë u mohua e drejta për të zhvilluar si individ dhe si shoqëri për dekada, gjë që në fund çoi në krijimin e një shteti të pavarur. Kështu pika fillestare e Kosovës në aspektin e ndërtimit të institucioneve, zhvillimit të shoqërisë dhe parafrimit me vlerat e Bashkimit Evropian ishte objektivisht shumë më sfiduese se ajo e çdo shteti tjetër evropian, nënvizon ai. Po ashtu, Stojković përmendi sfidat me të cilat po përballet aktualisht Kosova, ku theksoi aspektin e sigurisë dhe kërcënimet e vazhdueshme me të cilat përballet shteti ynë. Për më tepër, Kosova është përballur me sfida në procesin e saj të pranimit në BE, me të cilat asnjë shtet tjetër përveç Ukrainës nuk është përballur. Do me thënë, një shtet tjetër jo vetëm që kundërshton të drejtën e saj për t'ju bashkuar BE-s, por edhe vetë të drejtën e saj për të ekzistuar, ashtu siç Rusia ja mohon Ukrainës këtë të drejtë, Serbia ja mohon atë Kosovës. Gjithashtu, ndryshe nga shtetet e tjera që i afrohen BE-s, Kosova përballet me sulme të vazhdueshme ndaj sigurisë së saj. Kjo siguri kërcënohet nga njëra anë nga masat aktive të Serbisë, që synojnë të nxisin trazira midis pjesëve të popullsisë së Kosovës dhe nga ana tjetër nga sulmet e armatosura të organizuara si ai në Banjska. Krahas kësaj, avokati serb vlerësoi arritjet dhe zhvillimet e shumta të Kosovës, derisa tregoi atë se çka ka parë gjatë vizitave të tij në vendin tonë. Ai u shpreh optimist se me transformimet shoqërore Kosova do i afrohet me shpejtësi të madhe Bashkimit Evropian. Pavarësisht këtyre rrethanave jashtëzakonisht të vështira, Kosova ka bërë përparim të jashtëzakonshëm në të gjitha aspektet e zhvillimit shtetëror dhe shoqëror gjatë viteve, siç e kam dëshmuar personalisht gjatë vizitave të mia aty. Kosova po i afrohet me shpejtësi Bashkimit Evropian, jo vetëm përmes reformave aktive, por edhe përmes transformimit shoqëror dhe parafrimit me vlerat e BE-s. Ky parafrim padyshim do të ishte shumë i madh pa pengesat aktive të Serbisë, të cilat vazhdimisht punojnë kundër antarësimit të Kosovës në institucione dhe organizata ndërkombëtare, duke u përpjekur ta bllokojnë pranimin e saj. Në fund, avokati shtoi se vizita e Vučićit në Moskë tregon qartë qëllimet e tij, derisa tha se kjo do të duhet të ishte alarm për Bashkimin Evropian dhe jo kjo e fundit ta mbështesë regjimin e shtetit serb. Vizita e Vučićit në Moskë përpara radhën ushtarake të Putinit tregoi qartë sistemin e vlerave që ai e aspiron. Ai e tregoi këtë edhe përmes veprimeve duke organizuar sulmin në Banjska. NATO ka njësi ushtarake në Kosovë dhe Bosnjë-Hercegovinë jo për të mbrojtur Serbinë nga sulmet e Kosovës, por përkundrazi për të ruajtur paqen nga sulmet e Serbisë ndaj Kosovës apo Bosnjë dhe Hercegovinës. Duhet ta quajmë të vërtetën me fjalë. Nëse politikanët e BE-s kanë harruar se nga vjen kërcënimi, ata vetëm duhet të shohin faturën financiare për ato trupa të paguara vetëm për të ruajtur paqen. Ai që kërkon ta rrezikojë atë paqe është problemi, dhe nëse BE-ja përpiqet që ta qetësojë një regjim të tillë, ajo në fakt po ushqen ambicjet e atij regjimi, përmbylli Čedomir Stojković analizën e tij.